por edhe ta ndëshoj Serbinë kryesisht në dialog dhe ta unë dhe t'ja ngre veshin për çështjet të cilat janë kruciale dhe e kemi thënë më herët, po e përsërit të tashëm. Edhe Kosova, po edhe Serbia, edhe BE-ja duhet ta nisë çështjen e Luginës së Preshevës në dialog dhe të rifilloj sa më parë që të jetë pjesë, sepse nuk mund të ketë stabilitet në Ballkan pa përfshirjen e shqiptarëve të Luginës së Preshevës në dialog Kosovë-Serbi. Kjo është e vërtet. Domosdoshme. Po, kjo është e vërtet. Kjo është domosdoshme. Po, e vërtet duhet patjetër, sepse shumë shpejt mund të jetë Lugina e Preshevës, mund ta jetë nëse lihet kështu siç është, duke ndodhur mund të jetë një fitil i rrallës. Se nuk mund, shqiptarët nuk durojnë deri në dhe ata detyrohen të mbrojnë të drejtë të veta në mënyrë të ndryshme, sepse nuk mund të detyrojnë diskriminimin dhe ballavaqimin me shumë gjëra të cilat kanë ndodhur në të kaluar. Dhe nuk duhet të na përsëritet historia. Historia që përsëritet nuk është më pjesë, por çdo herë del edhe më keq dhe përfundojmë edhe më keq. Prandaj duhet të jemi më të kujdesshëm dhe të ecim në hapa më të sigurt dhe domethënë po e reflektoj edhe prapë Lugina e Preshevës duhet të jetë pjesë e bisedimeve e dialogut të Kosovë-Serbi. Dhe lajmi mirë në gjithë histori është që ka një vëmendje të shtuar amerikane prej muajsh, sepse në Kongresin dhe Senatin amerikan është diskutuar dhe është ngritur çështja e të drejtave të shqiptarëve, pra të drejtave tuaja në Luginën e Preshevës, dhe pati dhe një vizitë historike javë më parë të dy kongresmenëve amerikanë që panë në terren situatën. Realisht vizitë vërtet ishte historike dhe vizitë me peshë, të cilën të dy kongresmen ne kemi takuar edhe në Amerikë, jashtë dobimeve tona, por realisht ata prekën nga afër padrejtësitë, ku edhe takuan edhe shumë ministra në Serbi, dhe aty u ballafaquan me shumë gënjeshtra, ku nga të dhënat tona që i kemi dërguar dhe të dhënat zyrtare, ata përgënjeshtronin ato dhe aty panë kongresmenët që vërtet kishin të bëjnë dhe ajo që mendoj që ne kemi arritur që të bindim ata në të drejtën tona elementare. Realisht, ne jemi duketuar me të drejtën tona elementare të na takojnë. Jemi duke i kërkuar të drejtën asnjë pakët më shumë, por vetëm ato që na takojnë. Dhe aty ne jemi më të sinqertë sepse e kemi të drejtën tonë. Ne kemi kërkuar të drejtën tonë dhe kryesisht ardhe kongresmenëve flet shumë dhe besoj që projekt rezoluta për Luginën e Preshevës do të kaloj dhe shpresoj që do të kaloj dhe do të ecim përpara dhe Serbia do të detyrohet që t'i njohë diplomat, t'i kthejë adresat e pasivituara dhe të drejtat e veta elementare të çon integrimi e të tjera që duhet patjetër të jetë në rrugë sa më të shpejtë. Sepse në të kundërtën do të ndodhë një bllokadë shumë e madhe. Keller Xhepi, unë të falenderoj shumë për kohën, për bisedën edhe urojmë që zgjidhja të jetë sa më e shpejt për të gjithë ju shqiptarët në jug të Serbisë në 3 komunat atje, por për çdo problematik dhe zhvillim do të jemi sërish së bashku në komunikim. AdySjellN do të jetë edhe zëri i të gjitha problemeve dhe shqetësimeve tuaja. Faleminderit, mersi ishte edhe imja dhe i përshëndes të gjithë shqiptarët të emisiotit. Të falenderoj.